Me ameli nënkuptohet mungesa totale ose pothuajse totale e një ose më shumë gjymtyrave. Amelia totale ose tetraamelia është shumë e rrallë dhe përbën vetëm 2% të gjitha ektromelive. Vdekshmëria është shumë e lartë për shkak të anomalive të shpeshta në organe dhe sisteme tjera. Amelia e gjymtyrëve të sipërme ose amelia brachiale është më e zakonshmja. Në formata unilaterale është gjithmonë e pranishme skolioza për shkak të ndryshimit të peshës së brezit skapulo-humeral. Defekti zakonisht dalet në nivelin e artikulacionit të shpatullës pa përfshirë skapullën. Në radiografi mund të jenë të dukshme rudimente të vogla kockore, sidomos në moshën e rritur për shkak të osifikimit vonuar. Amelia e gjymtyrëve të poshtme ose amelia korale është më e rrallë, kur është totale, gjithmonë prek rripin pelvik me mungesë të hemibekut në të njëjtën anë. Mungesa totale e lexhenit dhe gjymtyrëve të poshtme e njohur si ektosomi është e papajtueshme me jetën. Shkaku kryesor i shfaqjes amenlis besohet se i atribuohet kryesisht një faktori endogjen, megjithse rastet familjare janë shumë të rralla dhe mjaft pazakonta. Megjithatë, nuk mund të përjashtohen faktorë të mundshëm peristatike si fruti i nënës. Shfaqja e saj është rastësore në shoqërimin VATE së bashku me atrofinë e ezofagut, anus të papërshkueshëm dhe anomali vertebrale. Faktori patogjen duhet veprojë gjatë javës së tretë të jetës intrauterine. Të nderuar koleg, kam zgjedhur leksionin e profesorit Canepa për të prezantuar rastin që do t'ju paraqes sot. Bëhet fjalë për një rast fetusi në javën e 12 dhe 5 ditë që ka ardhur në vëmendjen tonë për shkak të zbulimit të amelisë së gjymtyrës së poshtme të djathtë. Siç mund të shihni në këto klipe, gjymtyra e poshtme e djathtë mungon plotësisht, duke krijuar një pamje të amelisë plurale monolaterale, të pastër me mungesë të plotë të segmenteve kockore dhe fillimeve muskulore poshtë acetabulumit. Sa i përket gjymtyrës së kundërt, asaj të majtë, të gjitha segmentet kockore janë të pranishme rregullisht dhe të osifikuara siç duhet me biometrinë që i korespondon moshës gestacionale. Megjithatë, kjo tregon shenja të hipokinezisë, pasi gjatë gjithë vëzhgimit nuk janë vëretur lëvizje spontane të fleksion-ekstensionit. Përveç kësaj, ka një dyshim në lidhje me boshtin e këmbës, i cili do duhet të rivlerësohet në një fazë më të avancuar të shtatëzenisë për të përjashtuar praninë e këmbës së shtrembër. Duke u zhvendosur drejt kafkës, mund të shihni se te ky fetus nuk ka një vizualizim të qartë të osifikimit të shtyllës kurrizore në nivelin sakral. Gjatë gjithë kohëzgjatjes së ekzaminimit, që zgjati mbi 30 minuta, nuk u pa asnjëherë një mbushje e qartë e fshikëzës së urinës. Gjithashtu vihet re prania e një arterie të vetme të kërthizës, e cila, siç e kujtojmë, shoqërohet në 20 deri 30% të rasteve me anomali të tjera, dhe ndër këto, më të shpeshtat janë pikërisht ato që prekin aparatin gjenito-urinar dhe sistemin skeletor. Duke kaluar te analiza e lobeve të veshkave, për momentin nuk duken qartë të dy veshkat. Megjithatë, duke qenë se bëhet fjalë për një ekzaminim të kryer në javën e 13, ky informacion duhet konfirmohet në një periudhë më të avancuar të shtatëzenisë. Një detaj që nuk duhet mashtrojë është sasia e rregullt e lëngut amniotik, pasi në këtë periudhë volumi i lëngut nuk është një tregues i drejtë për drejtë i funksionit të veshkave, por do të bëhet i tillë në një fazë më të avancuar, rreth javës 14 deri 16, kur prodhimi i urinës fetale kontribon drejt për drejt në sasinë e lëngut amniotik. Prandaj, matja sot e një lëngu normal nuk mund të përjashtojë praninë e agenezisë bilaterale të veshkave. Studimi i pjesës tjetër të anatomisë fetale rezulton të jetë brenda normales, përfshirë sa i përket studimit të segmenteve kockore të gjymtyreve të sipërme dhe gjithë biometria fetale rezulton gjithmonë në përputhje me moshën gestacionale.
Përballë këtij rasti, duke marrë parasysh shoqërimin e Amelis, dyshimin për agenezi sakrale, arterien umbilikale të vetme dhe mungesën e vizualizimit të veshkave dhe fshikëzës, një nga hipoteza diagnostike që mund të ngrem është ajo e shoqërimit VATR. Pasi, edhe pse është një diagnozë klasikisht klinike dhe postnatale, jemi përballë pranisë së të paktën 3 prej kritereve, siç tregohet në këtë tabelë. Hipotezat e tjera diagnostike që mund të ngrem janë sindroma e regresionit kaudal për shkak të mungesës së vizualizimit të segmentit terminal të shtyllës kurrizore dhe të fshikëzës. Hipoteza infektive për shkak të virusit varicela zoster, i cili mund të shkaktojë hipoplazi ose ameli të gjymtyrëve, dhe një dëmtim vaskular për shkak të një ndryshimi të rrjedhës së gjakut që ka ndodhur gjatë fazave të para të morfogjenezës dhe ka ndikuar në zhvillimin e folit të poshtëm. Çiftit i rekomandohet një konsultë gjenetike dhe të kryhen mbi produktin e konceptimit të gjitha analizat që gjenetisti do t'i konsiderojë më të përshtatshme. Faleminderit të gjithëve për vëmendje.